Në Teto, familja Fezullahu, e cila menaxhon rreth 300 rënjë qershi, po përballet me vështirësi të mëdha, jo vetëm për shiqjen, por edhe për bjeljen e prodhimit për shkak të mungesës së krahut të punës. Bujku Vehab Fezullahu thotë se nga kjo veprimtari nuk ka më lëvërdi. Aq e rëndë është situata sa që vllai i tij tashmë është larguar nga shteti, ndërsa së shpejti do të largohet edhe ai vet, duke e lënë tokën vetëm në duart e babait të moshuar. Afërsisht kena të 300 drona në belta, trek nuk ka, nuk shajtet, nuk shkon çmimi ka ra poshtë, pa gjë punëtor s'ka për tim lidh. Ç'kto janë kit. Vjet s'kena pat, ndim s'kena pat kur gjon, s'na kanë ndihmuar shteti kur gjon. Ne këtu eva kena bë kushtet kit, me të krasajtme, me dritam, me sërpajkme, me mirë mbajtme. Prap, kur vajnë të puna u prajsh, nuk di që ne nimot na do të ftofti, nimot na do të breshni. Si vjet ka, si vjet s'ka çmim. Që pranve lagjë gjë kena çu, çmimi ka kon 50 dinar, 5 miliard. Çmimi me shumicë. Ato e shesin 8-9. A ka të shesin që shkjo, s'ka qërësin. Lëvërdi s'ka kur gjo. Momentalisht, veç baba të do të marë, vllai ka hik, unë të shkuj, s'ka kitë rinia këta që kina konë me gjëllarë, që kina punon bashkë, nuk ka kurkush. Kurkush se punon më këtë fushën, dhe jese kjo kitë shkret. Për të parë nga afër këtë situatë, por edhe për të vizituar një fermë pulash dhe bagatish, këtë familje vizitoi zëvendës ministri i bujqësisë Albrim Hoxha. Sipas tij, qëllimi i këtyre vizitave në terren është njohja e drejtpërdrejtë me hallet e bujqve dhe blegtorëve, me qëllim përshtatjen e masave dhe programeve mbështetëse. I realizojmë këto takime me qëllim se për të dhënë edhe mesazh se politikat, sidomos politikat në fushën e bujqësisë nuk bëhen vetëm nga zyra, po më shumë edhe nga vizitat në terren, duke dëgjuar hallet dhe problemet edhe sfidat me cilat përballen bujqit tanë çdo ditë, me qëllim që t'i përshtasim edhe masat e tyre edhe programet qoftë për zhvillimin rural, qoftë ato për pagesa direkte, që me qëllim që edhe jeta edhe puna e tyre të bëhet më e lehtë. Për ne, për fushën e peptarisë apo edhe për blegtorinë, përveç pagesave direkte të rregullta, neve ofrojmë ndihmë edhe përmes programit nacional për zhvillim rural, po dhe programit për mbështetje financiare në bujqësi. Kujtojmë që në vitin 2024 pemët në rajonin e Pollogut u dëmtuan rënd nga ngricat, ndërsa në vitin 2025 nga breshëri, gjë që la bujqit pa asnjë prodhim, ndërsa çmimi i qershive në treg asokoj shkoi deri në 250 denar për shkak të mungesës. Sipas bujqve, zgjidhja afatgjate që shteti duhet ta bëjë është ndalimi i importit nga jashtë në kohën kur dalin prodhimet vendore, në mënyrë që atyre të mundësohet shiqja e produktit vendor.